nuk preket as dhe nuk të shkon në mendje që mund të merresh me jetën e tjetrit. Por ne duhet ta pranojmë që dhe kjo nuk bën dallim, duhet ta them të nuk bën dallim. E para njëherë unë do të sjell në vëmendje Ermal dy fakte, sepse zoti Berisha tha që mori si shembull Papën, që çdo ditë ka komunikat për shëndetin e Papës. Por nuk është argument kjo për mendimin tim, sepse në vitin 2013, në vitin 2005, sapo kishte marrë pushtetin zoti Berisha, ishte bërë kryeministër, dhe ai ju nështrua një operacioni në Vjenë dhe nuk e bëri fare publik, dhe këtë e bëri publik një muaj më pas. Në një konferencë për shtyp, bile rastësisht dhe aty, e pyeti një gazetar që zoti Berisha si e me shëndet, dhe ai tha, kam bërë një operacion para disa kohësh dhe nuk e bëra publike sepse ashtu e mendova. Tani, për jetën dhe shëndetin e dikujt, ne duhet jemi human. Kur them ne politika, se kemi në dorë unë dhe ti, dhe duhet të ndahet pjesa politike, qoftë edhe akuzat, nga pjesa njerëzore dhe pjesa e shëndetit. Edhe me argumentin që thash të zotit Berisha, nuk është e thënë që për shembull qeveria duhet nxjerrë deklarat se sekretari i përgjithshëm është smur. Tani ndoshta edhe sekretari i përgjithshëm nuk do ta bëjë atë, sepse ajo është edhe në dëshirën e personit që ka sëmundje, nuk është sëmundja një gjë që ai mos doj ta bëj publike. Si tani është detyruar qeveria të bëjë një deklaratë publike? E para kjo, por nga ana tjetër do të thosha Ermal që politika jonë është e pa shpirt. Kështu funksionon. Kështu ka funksionuar edhe kur Partia Socialiste ka qenë opozit, dhe tani një rast i tillë të kthehet ashtu siç e ke bërë vetë. Edhe zoti Berisha dhe zoti Rama, mua vjen keq që i ndodh dikujt, kushdo qoftë ai, Agaçi apo kushdo qoftë ai, nuk ka rëndësi kjo. Në radhë parë ish njeri dhe pastaj sekretari i përgjithshëm. Qoftë ai si smur, çdo kush do të jetë human dhe të uroj shërim sa më të shpejt atij. Jo ai lufton me jetën dhe tani politika thotë ore ku është ky? Po më nuk do ai i smurit ta bëj publike. Çfarë është kjo problem? Ai të shërohet, të kaloj traumën e rëndë që ka kaluar sipas asaj që tha zoti Rama dhe sigurisht që i besojmë asaj gjë, sepse ai flet zyrtarisht. Tani zoti Berisha thotë dua foto nga spitali. A e kupton edhe ku jemi ore? Foto nga spitali për një njeri që po lufton me jetën? Dhe ti me të drejtë shtove pyetjen tani kë duhet besojmë? Duhet besojmë këtë Ermal, që politika jonë është e pa shpirt. 10 kryeministra nga 33 këtu janë ekzekutuar, janë vrarë. Dhe janë shqiptarë ata 10, nuk janë serb. Kështu që është aq e pa shpirt politika sa edhe me jetën e tjetrit do të bëhet politikë. Fakt, ditën e sotme duket se betejë politike po zbret dhe në SPAK zoti Qafoku. Shikojmë që vetë Gazmend Bardhi ka kallëzuar ditën e sotme Belinda Ballukun zvëns kryeministren, aferë korruptive ka thënë gati 80 milion euro njësoj si skema incineratorëve. Si e keni parë këtë zhvillim, sepse duket tashmë që politika ka hedhur dorashkat e përplasjes edhe me drejtësinë. Tani që Partia Demokratike Ermal bën denoncime, kjo është një gjë shumë e mirë dhe premtimi që i bën në SPAK. Dhe kjo gjë duhet përshëndetur. Por edhe për këtë u pyet zoti Berisha që i tha një gazetar me shumë drejt, zoti Bardhi ka bërë denoncim në SPAK, ju thoni do ta shkrini në SPAK. Domethënë është një nonsens dhe Berisha tha po ka diversitet Partia Demokratike. Tani se sa diversitet ka Partia Demokratike ne e dim të gjithë. Që Partia Demokratike vetëm diversitet nuk ka, edhe këtë e dim të gjithë. Por më e rëndësishmja është që edhe pse e sulmon SPAK-un, habia është që Partia Demokratike ka bërë denoncime në SPAK që janë marrë në konsiderat, se atje në SPAK unë kam lexuar vetë, pa di edhe për 2 metër gardh në fshat kanë çuar denoncim në SPAK. E të tjera, zihet burri me gruan e kanë çuar në SPAK. Por kur merret në konsiderat një çështje madhore, Ermal, një çështje me një shumë të madhe të financave të shtetit, unë them që kjo është një seriozitet dhe këto denoncime duhen përshëndetur, ashtu si duhen përshëndetur dhe puna që kanë bërë prokurorët e SPAK-ut.
sepse bilanci nuk është vetëm 1-2, se në mund të jemi të kënaqur. Kjo dosje s'na pëlqen, kjo dosje s'na pëlqen. Jo, po Spaku nuk është aq. Dhe 5 vjet punë ka Spaku dhe të themi trot çfarë, 1 vit e gjysmë, 2 vjet është puna reale e Spakut të Ermal, se ne dim që në fillim nuk ishte prokuror, nuk ishte ngritur BKH-ja etj. 2 vjet është punë tamam e Spakut. Dhe ata në vend ta mbështesin Spakun të dy palët, sot madje Ermalu kam kapur një fjalë që ishte e artikulim njësoj, edhe zoti Rama dhe zoti Berisha. Duhet reformuar Spaku, tha zoti Rama. Çudi të ri sot Berisha konferencë për shtyp tha duhet reformuar Spaku. Sigurisht që kjo është një koincidencë, ata nuk janë takuar në darkë me njëri tjetrin dhe ne si kemi parë. Po perceptimin politik e kanë njëjtë. E kanë të njëjtë pra, kjo është ambia, kjo është që do të thotë që Spaku është në rregull. Ky është problemi, Spaku është në rregull. Zoti Qafoku, në këtë zhvillim, do doja nëse me burimet tua, keni ndonjë informacion vërtet SPAK ka sekuestruar laptopin e Angela Gaçit, apo janë deklarata politike cilat duan të mbushin këtë zbrastinë e arsyes politike? Ermal, ta kesh na muaj që asnjë gazetar edhe unë nuk mund të arrit të marrë informacione të këtij niveli nga Spaku dhe BKH-ja. Që dikujt i është sekuestruar laptopi, kjo do ishte një veprim, që sigurisht është sekret i veprimeve hetimore të Spakut, dhe si e tillë, unë nuk besoj me atë hermetizim që ka Spaku, që Spaku ta japi. Ka pasur raste që kanë dalë informacione dhe kanë dalë dhe të sakta. Po më shumë kanë dalë të pasakta, Ermal. Po. Sepse nuk është informacion që së shpejti do arrestohet një zyrtar i lartë. Ka 2 vjet që ka plot edhe kolegë të mi, të tendët, guximtar, që thonë që shumë shpejt do arrestohet njëri dhe ka dalë. Po edhe tani ne mund të themi, vëre ti një titull aty se shumë shpejt do ketë një arrestim të bujshëm. E do ndodhe mbas 2-3 muaj, se Spaku atë punë të arrestojë, nuk ka punë tjetër. Zbulojnë emrat që do arrestoj Spak. Vendose titull ti, vendose aty dhe të shikoshin se si do jetë shikueshmëria. Dhe do dalje, edhe thash edhe njerë, Spaku nuk lexon poezi, nuk boton poezi, Spaku arreston njerëz, kjo është detyra e Spaku. Nuk ka detyrë tjetër Spaku. Dhe ne themi Spaku do, po mirë Spaku do arrestoj, sigurisht, do arrestoj, çfarë do bëj Spaku? Dhe në këtë drejtim unë them që ka për të zetë edhe në anën profesionale, unë ta kam thënë edhe të tjera, dhe kështu që do thosha që do ishte një abuzim. Nga ana tjetër unë nuk mund të tregoj indiferent nga deduksionet logjike, se në qoftë se sot është denoncuar numri 2 i qeverisë, sigurisht që hierarkia kapilare e qeverisë shkon edhe te zoti Agaçi, shkon edhe te zotërinj të tjerë.